Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Falëndimin të nësi të akojmë vetëm Allah subhanahu wa ta'ala, së da ti përgjërohëm që të lafdroj dhe të apikoj dërgumin e ti Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen, shokët dhe gjithë umetin e ti të pëzgjohë. Të ndërë vëllezër, në njohjen e koncepteve dhe të filozofive, është shumë thelpsore me kuptu teksa po do me njohë një koncept ose një filozofi, që ka diçka e veçantë në raport me atë filozofi kundrejt tjerave, ose në raport me atë realitet, ose në raport me atë botkuptim, ose në raport me atë ngjarje. A ka diçka kjo të veçantë kundrejt të tjerave? Domethënë, shpesh na vimi tek disa ngjarje, po duke menduar se ato janë të njëjta me ngjarjet e tjera që ne kemi kaluar. Për arsye, udhëzimi dhe përudhja e kanë natyrën e veçantë. Udhëzimi dhe përudhja janë dy realitete. Udhëzimi është kuptuari të së vërtetës, kurse përudhja është me hinudhe. Me hinudhën të cilën e ke kuptuar. E ka natyrën e veçantë. Domethënë, e ke pas një përvojë suksesi diku në fushën tënde akademike, ose tjetër e ka pas një përvojë suksesi në fushën e punës, tjetër biznesit. Mos eja detyrimisht me ato përvoja të menu se që ashtu funksionon edhe në udhëzim edhe në përudhje. Për shembull, ka gjallë që e kupton, po nuk përudhësh, ose a ka gjallë që përudhësh, po s'di me shpjegu pse ki hinudhe. Domethënë, fushat e tjera, si ta kuptojsh, vazhdon, ose si ta kapsh, e di që shkjo ardhin që ato. A disa shpesh në udhëzim është, në ka udhëzu Allahu, edhe ai momenti kur më ka kapa i fladi, me ma qetësu zemrën, për me i nudhe nuk di me shpjegu. Ashtë e qartë? Amo që kjo është veçantia udhëzimit. Kjo është veçantia për udhjes. Domethënë, ka diçka që është e veçantë i përket vetëm kësaj bote, vetëm kësaj filozofie. Sidomos njerëzve që janë jashtë këtij diametrit këtyre botkuptimeve, s'u ne kupton. Ashtë e qartë? Ose për marrë një shembull. E do, po nuk udhëzohesh. E do islamin, e do udhëzimin, e do namazin e natës, e do atë, po nuk udhëzohesh, nuk mundesh me hi. Ose për shembull, udhëzohesh, por pastaj humb. Domethënë, ke bë çmos për udhëzu, po pastaj me një gabim të vogël edhe del edhe devion. Çish ndodh kjo? Këto janë veçantitë që i përkasin temës së udhëzimit edhe të përudhjes. Kështu që nuk u lidh ka gjithçka me kuptimin, në shembullin e parë, dhe nuk u lidh ka gjithçka me dashurinë në shembullin e dytë. Pse duhet me bë këtë si hyrje? Sepse çdo dy shembuj ndërlëzë tregojnë që udhëzimi është ngjarje e veçantë ku Allahu ka dashur me të udhëzu. Pastaj ti këto në senat e tjera veç i trajton si fakte anësore, i trajton vetëm si shpjegime jo të qëndësishme. Domethënë, po e vërtet kom lezu, po nuk ka qenë kjo arsyeja themelore që unë jam udhëzu. Kam pas një rast mirë edhe një shoqëni edhe një mësues, është irelevante, dikush ka pas mësues më të mirë se mësuesi yt. Mirë, po nuk ka pas fatin, domethënë më udhëzu në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, kështu që nuk ka që e ki kuptuar ose e ki dasht, po mbi të gjitha Allahu subhanahu wa taala domon ka dashur, kështu që udhëzimi dhe përudhja kanë natyrë të veçantë. Shtrohet pyetja, ku e mësomi na çka natyrën e veçantë? A duhet na tash me filozofu çka i bë veçantia? Apo ekziston një manual edhe një burim shpjegimi ku na e gjojmë domethënë çka është domethënë veçantia e udhëzimit edhe përudhjes në udhën e Allahut subhanahu wa taala. Saktësisht ku e mësomi ne mësojmë Kur'anin dhe Sunet. Sepse një pjesë e temës së udhëzimit, edhe një pjesë e temës së përudhjes është gajb, s'u ne kapmi atë. Është ajo pjesa kur Allahu do me të udhëzu, ti s'u ne shpjegon sepse ka të bëjë me Allahun. E beson, po çish ndodh ku nalën, ku kryen kufit e fizikut, edhe fillon një realitet metafizik për te fizikës që ti s'u ne kap, ajo është veç dhurat prej Rabbul Alaminit te bareke ve taala. Në ajetet e mëparshme që i shpjeguam ligjratat e kaluara, saktësisht to 3 ligjrata që i kena marrë 3-4 në Ramazan, kryesisht ajetet që i kena shpjeguar kanë rreth thelbit dhe natyrës fillestare të udhëzimit që është nënshtrimi. Domethënë, sikur na ti shmi të eduku, kësaj jetës tonë që na bëmë fetar, mos mi thonën udhëzim. Çe kish mi thonë ndryshe? Nënshtrim. Është e qartë? Çka është domethënë udhëzimi? Është nënshtrim. Çka është nënshtrimi? Është udhëzim. Domethënë, çka ka ndodhur ti që je udhëzu? Ju keni nënshtruar Kur'anit dhe Sunetit. Çka ka ndodhur që ti je udhëzu? Ju keni nënshtruar të vërtetave fetare. Çka ka ndodhur që je udhëzu? Ju keni nënshtruar Zotit të qiejve dhe të tokës. Çka ka ndodhur që je udhëzu? Ju keni nënshtruar Sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë, pa edhe një pjesë që e shpjegum, saktësisht në gjatën e kalum, ke për ekstremizmin. Edhe kur e shpjegum ekstremizmin, e shpjegum si pengesën e nështrimit. Njeri i cili ka prirje ekstreme,
Ai nuk është të dashmi ju nënshtru Allahut, nuk është të dashmi ju nënshtru argumentit, është ju dashmi ju nënshtru dikujt tjetër, qoftë zakoneve, qoftë shoqënisë, qoftë rrethit, qoftë sektit, qoftë grupet që i takon dikujt tjetër, apo jo Rabbul Alaminit. E përmenëm si shkak themelor për mos mu nënshtru njeri çish duhet, kanë domethënë nënshtrimi dikujt tjetër krahas Allahut. Sonte kena me lenë Allah subhanahu wa taala një pengesë tjetër. Saqështë nënshtrimi ka shumë pengesa, ndoshta në herë më varg ligjëratash, shka të pengon me nënshtru Allahut çish duhet. Një prej pengesa më të mëdha të domethënë mos të nënshtrimit, saktësisht njerëzit që nuk i nënshtrojnë Allahut çish duhet, thot Allah subhana, fala takhshawhum wakhshawni. Mos u friksoni prej tyre, friksohuni prej meje. Mos u tutni prej tjerëve, tutnu edhe friksonu prej Allahut, wali utimme ni'mati aleikum, çështu në kom ja u përkry juve mirësinë time. Çështu kom ja u përkry mirësinë time, wa la'allakum tahtadun, edhe çështu keni me hinudhe. Domethënë, nuk mundesh me hinudhe pa të begatuar Allahu me mirësi të mëdha. Domethënë, shikoni rrjedhën e ajetit, mos ju friksoni atyre, friksoni mua. Kjo është pjesa e parë. E dyta, kështu do t'ua përkry juve mirësinë time, dhe e treta, ju do të udhëzoheni, ju do të përudheni. Domethënë, këto janë 3 fragmente. Fragmenti i fundit është rezultati përfundimtar, ju udhëzonu. Për më udhëzu, fragmenti i dytë, unë do të me ja u përsos juve mirësinë. Ama për me ja u përsos juve mirësinë, ju doni më friksu mua, jo tjerëve. Se nëse ti bën 100 kalkulime me njerëz, mos punon ti nuk i nënshtrohesh Allahut. Nëse bën domethënë 10 mira matematika krejt me njerëz, po kam frikë këta çka thojnë, po kam frikë këta çish do ta kuptojnë, po kam frikë këta çish do ta lexojnë ndryshimin tim. Domethënë nëse kiti non stop frika, mos punon ti domethënë këto kanë me të pengu, edhe rrjedhimisht nuk i më përkry mirësinë që të përket prej Allah subhanahu wa taala, dhe rrjedhimisht nuk i më uzu. Domethënë, shumë njerëz vllaznik kuptojnë. Madje ndoshta kanë dëgjuar më shumë se ju, edhe më shumë se na. Kuptojnë. Edhe shumë njerëz edhe duan. Mirë, po ju mungojnë 3 sene. Ju mungon gatishmëria, ju mungon guximi, edhe ju mungon fokusi tek Allahu. Çto 3 ju mungojnë. Domethënë nuk është i gatshëm më nënshtru. Nuk është i gatshëm më nënshtru. E dyta, nuk ka guxim për më nënshtru. Edhe e treta, nuk e ka fokusin te Allahu. Shumë e ka fokusin njerëz, rrethonat, shoqënia, puna, karriera, shoqënia e të kalumës, shoqënia e ardhme, mundësitë të së ardhmës që shko me u ballafaqu me realitetet e reja e kështu me radhë. Edhe misht tash udhëzimi kur tek ta njerëz mungon. A kena me shpjegu mungesën e udhëzimit se ky s'kupton ose s'ka pas rast me kuptu? A shpjegomi mungesën e udhëzimit se ky nuk po do? Jo, thjesht Allahu në këtë ajet po thot mos u tut pi çetërkujt përveç se pi meje. Se si tutesh pi dikujt tjetër përveç meje, ty kanë më tum shtjell matematikat. Edhe pastaj në vend që me mat, edhe me pas fokusin te Allahu, te madhështori, te i plot fuqishmi, ti ki me mat me krijesa të vogla. Edhe kur të matsh me krijesa të vogla, ti bësh i vogël, sepse ti je i vogël kur mendon që do të më nënshtru dikujt tjetër jo Allahut. Nuk ka njeri më të vogël në tokë se dikush që pranon më nënshtru dikujt tjetër krahas Allahut. Ky është njeri më i vogël. Njeri më i pavlerë është ai i cili të pas Allahu më nënshtru veç Allahut i nënshtru dikujt tjetër krahas Allahut. Shumë e thjeshtë është kjo. Ana kena çef shtu trosh, nuk kena çef po çështu është realiteti. Njeri i madh është ai i cili e kupton madhështinë e Allahut dhe i nënshtrohet vetëm Allahut. Njeri i madh është ai njeri i cili e kupton se na jena në këtë ekzistencë për me adhuruar dhe me madhnuar dhe me u bind Allahut. Moment që e kupton edhe realizon ti je njeri i madh. Ne po na shpesh e potencojmë madhështinë e Allahut, apo jo domosdoshmërinë e kuptimeve që nxjerr kjo madhështi. Apo thu s'ka më i madh se Zoti. Atëherë është Allahu më i madh i cili ti nënshtrohesh, apo i vën reni gjithkujt me të kallzu çish do shmukon ti. I vjen madje edhe ndoshta edhe një influencerit çoshën e botës me të kallzu çish është jeta, çish jetohet jeta. Apo mund të thonë dikush, jo, nuk jam duke përcjellat më kallzu çish jetohet jeta. Jo, ti ty e përcjell duke konsumu kontentin e tij, ti ki fillu me menu siç ajo jeta, çish është ta ekspozuar dhe ta paraqitaj. Edhe pastaj kur vën me lezu Kur'anin ti duket se do të më bësh shumë ndryshim. Kur vën me lezu Sunetin ti thu do të më bësh shumë transformim, këtë kohë shumë sfiduese më bëj çket. Nuk është sfiduese me bëj çket nëse e ki kuptuar se domethënë cilat janë temat qendrore të jetës. Pi temave më qendrore të jetës është madhështia e Allahut. Si ta kuptojsh madhështinë e Allahut, këtë bën të vogla. Ama si mos ta kuptojsh madhështinë e Allahut, edhe sa i vogël bën ti madh. Edhe rrëdhëmisht pastaj domthon i peng i saj. Fala takhshawhum wakhshawni. Mos u friksoni për tyre, friksoni mua.
Wali utimme ni'meti alejkum, kështu në tua përsosë juve mirësin. Dhe më thonë, Allahu subhanahu wa taala për nxjerr si parakusht të udhëzimit për kryerjen e mirësisë e cila vjen si rrjedhim i çësaj matematike, ku na pitutësh. Me kanë kiti matematikën e madhe të frikës. Nëse kime Allahun, atëherë domethënë ki marr deri te kjo mirësi. A dini shumë do vëllezër që tu mos shumë të shon prekti që kjo pjesë e ajetit, është që ky ajet vjen mas 2 togje ajetësh. Togu i parë ajeteve, kthen në Kur'an inshallah lexoni sonte, janë 2-3 faqe. Togu i parë ajeteve janë krejt për më nështru Allahut, që i shpjegum. Togu i dytë, e që në fund këti togu i ven kjo, janë ajetet për kiblën. Janë ajetet për kiblën, kur ndru kible. Si kur Allah në bangati, si mos të mtut në mu, as nuk nështronu, edhe kam ju dalashit juve kiblja. A është e qartë? Në ardhja e kësaj pjese të domethënieve kuranore, që tut në primeje, mas temës së kiblës, se ty të mështjellet kibla, kurse di ku na mjutut. A është e qartë? A ki dyshim që do të më kthy kaçabja? A ka dikush për shkak më thon ta ves dikan, a më kthy kaçabja, a më kthy ka diku tjetër. Po ti sa herë njëti e kthy qera ka? Jo ka Allahu. Pse aty nuk e ki e bindjen sikurse të çështja e namazit. Në cili për neve menon 2 herë, a do të më kthy ka kibla. Ne po për shumë tema tjera na menom, ja më kthy ka kibla e kombit, a ka kibla e familjes, a ka kibla e epshit, a ka kibla e shoqënisë, a ka kibla e lasdrimeve të mia, a ka kibla e kushëreve të me, a ka kibla e qytetit tem, a ka kibla e preardhës time kulturore, 100 kibla e kena. Apo? Në namaz përëm ti vedo rezultatin aty që e kanë ftyrën veç ka Allahu kthym. Nuk është kthimi i ftyrës ka Allahu zotëgjër proces që ndodh veç namaz. Procesi i kthimit ftyrës ka Allahu, namaz është dispozit. Amo domethënia e asaj dispozite është që ti një dush më orientu me Allahun, një dush me mat me Allahun, një dush me por llogarit me Allahun, një dush me synu Allahun, që ajo është ideja e kiblës. Nëse fëmia të vet, çka është thelbi, mu kthy këtë umeti ka një vend, ka një qabe, ka një objekt që quhet qabe. Çka është? Thjesht domethënë për orientim, thjesht për disiplinë ma lehtë me rregullue ibadetin, çështu kena më shpjegu? A mund të më kanë domethënë kaq themelor, domethënë në validitetin e namazit mu kthy ka kibla, e kibla nuk e ka një urësi të madhe. Kibla të bën gati me kuptuar se ti në jetë nuk je pa orientim. Ti në jetë nuk je bosh e kush i vën reni më përpara me të kallëzuar ç'është do të më jetu. Edhe me çfarë rregulla dhe kujt duhet më nushtru, domethënë krahas Allahut subhanahu wa taala, dhe ardhja e këtij ajeti, pas ajeteve të nënshtrimit dhe pas ajeteve të kiblës, sikur se lemon kuptu që nëse nuk i friksohesh Allahut, ka mu të dobësu nënshtrimi edhe ka mu të ngatru domethënë kibla. Ndaj shumë njerëz që ndoshta vinë, ndaj shumë vllazni edhe përgjithsisht të udhëzuar të ri që ndonjëherë kanë hutia, kanë momente që tingëllojnë sikur nuk pe din çka duhet me bëj edhe qysh me vazhdu tutje, më kon më sinqert me vetveten, duhet mi thon vetes tu ka dobësu nënshtrimi, edhe tu kanë mjegullu kibla. Do të thonë njëri që ka i mjegullohet kibla edhe njëri që ka i dobësohet nënshtrimi ka dilema, ka një pyetje. Non stop është në përplasje me vetveten, në përplasje me egon e kështu me radhë, apo i bëj çështu më mirë, apo i bëj ashtu më mirë. Për atë i cili ka nështruar Allahut, edhe e di kiblën, e di shive më mirë. E di shive më mirë me lenë Allahut subhanahu wa taala. Në ajet tjetër Allahu thot: "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Mos u tutni prej tyre, tutnu prej meje nëse jeni besimtar. Keni vëmendjen, aty po vjen ajeti mas nënshtrimit mas kiblës, këtu po lidhet me iman. Nëse jeni besimtar, tutnu prej meje, mos u tutni prej të kujt krahas Allahu subhanahu wa taala, sepse njeriu i cili shikon edhe më shumë me prirjet, me kërkesat, edhe me presionet e njerëzve dhe çdo kujt tjetër krahas Allahut, ç'sh mundet më bëhet domethënë ky njeri besimtar i vërtet. Ç'sh mundet? Domethënë nëse ti e le derën hapur, kush do më ardh në jetë me të kallëzuar çfarë do të më bëj. Kur mundesh ti më bëj besimtar për ne? Kur mundesh? Edhe pse nuk do më mora atë shembullin, sigurisht që ka përmend Allahu subhanahu wa taala për ata e cili ka adhuron dikë tjetër krahas Allahut, edhe është sigur se shembulli i atij i cili ka më shumë se sa një pronar. Po prafërsisht që aty pari i bë. Nuk është shumë i rahat, nuk është rahat dikush i cili shumë pronari ka zonë çfarë do të më bëj. Një i cili ka një punëdhënës sa vesh me njëri mirë vesh është më rahat.
sepse i nënshtrohet atij edhe e di çka do të më bëjë dhe e di kontratën edhe e di domethënë rezultatin. Kështu që nuk mundet të më bë besimtari i vërtet, ai i cili mat shumë njerëz, ai i cili kalkulon shumë njerëz, ai që tutet shumë njerëz, ai i cili non stop duhet më menu çapo thojnë njerëz, edhe që po menojnë njerëz, për arsye se kjo bën dash me një diçka që ka thelbi fetarisë. Thot Allahu subhanahu wa ajiltu ilayka rabbi litarda. Unë unguta për të këti o Zoti jam që ti jesh i kënaqur me mua. Më pse ti si tu gut, si tu menu, çfarë po thonë këta? Ti tu kalkulu shumë del, apo më del mirë me dynja, apo më del mirë me dynja. A ka gjas më dal mirë që tua, për çata ti zgutesh. Kurse ai i cili e ka synim pajtimin e kënaqësinë e Allahut, ai gutet ka Allah. Kurse ai i cili e ka synim pajtimin e kënaqësinë e njerëzve, ai s'mund të më gut. E ki vare për shembull dikush i cili është bujar. Edhe mundsinë e parë që i vjen me bani bujaria i menjëherë ban. Se ky e do këtë vepër. Ky u përcaktu për këtë vepër. Po ai i cili fjala bie do të diku bujarin, po edhe është koprac, edhe do të mu koordinu me të tjerë, a ta bëjmë që këta mos ta bëjmë, ai nuk gutet. Ai shumë do të më menu derisa të vinë te bujaria. Shkon thelbi fetaris. Thelbi fetaris është unguta o Zot jam për të këtë. Vesh ti je i kënaqur me mua. Mirë po domethënë njerëzit fatkeqësisht domethënë nuk e kanë nxjerr temën e frikës për Allahut në temë qendrore. Edhe rrëdhëmisht pastaj fatkeqësia ndodh që nuk e din çibe kjo temë pastaj çysh duket atë që lexohet nalt. Domethënë, me pa Allahu se ti tu mot me çetërkan. Çfarë vlerë kitit Allahu? Me pa Allahu se ti tu çetërkujt krahas Allahut. Çfarë vlerë kitet tek Allahu? Domethënë, nuk jam tot vetë ç'ja ki bë vetës rrafsh, ç'ja ki lecu vetës, ose ç'ja ki thjeshtsu. A menon çfarë vlerë kitet Allahu? A di se dikush për shembull, edhe pse shumë më i lartë tek Allahu subhanahu wa taala, e ka pas një bashkëpunim me ty. Edhe e keni nënshkruajt një kontratë shumë të mirë. Edhe mas një 2-3 vjet thotë elhamdulillah që na dol kontrata e mirë, edhe ti shumë burr i mirë. Mirë po thotë në fillim shumë kam dëshuar që je mashtrues. Edhe pse si ki dal mashtrues, ti kur nuk del pi zemrës që ai pas ka menuar që mos jeti mashtrues, potencialisht. Domethënë, shumë ka rëndësi një jetë çish po tingëllon. Shumë ka rëndësi një jetë çish po lexohesh, shumë ka rëndësi një jetë çish i bie. A dy para meno Allah me të kallzu, me kriju qejt për me të kallzu sa i madh jam. Me të kriju tokën, me të kallzu sa i fuqishëm jam. Me të qua Allahu shumë ngjarje të mëdha me të kallzu sa i madh jam, e të më thonë o Zot ti çu shtyje i madh, unë jam tutut pini punëdhënësit, prej prindit, prej bashkëshortit, bashkëshortës, jam tutut prej rrethit, pi fisit, pi shoqënisë. Do të thonë, ata fal Allah, s'ta fal, s'po himi këtë temë. Ty çish del para Allahut, do të çish të sheh Allahu kur ti domthon menon, një herë menon me 200 të tjerë, mas ne atë menoj edhe çibet Allahu te bareke o taala, ose çish del edhe çish sheh Allahu kur e sheh që ti po ngurron. Nuk po shpejton. Nuk po shpejton se do të më mot pak ty çeva pi pëlqej, apo domthon nuk po i pëlqej, e nëse i pëlqej atëherë po shkoj tek Allahu. Ç'kjo do të thënë, mos u friksoni për tyre, friksoni për me, ka ardhur në tjetër në Kur'an. Thot Allah Azza wa Jall, "Fala takhshawhum wakhshawni." Mos u friksoni prej tyre, friksonu prej meje. Çka vazhdon pas ajeti? "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Sot unë kam kompletuar ju fen. Ku është ndër lidhja e kësaj pjese mos u friksoni prej tyre? Friksonu prej meje, unë jo kam kompletuar fejan. Sa ajeti pak më herët flet për dispozitat e hallallit të haramit. A je i nënshtrum ti as je i nënshtrum? A e ke kuptuar se kjo mirësi e kompletuar as jo? Atëherë çka ki mu tut më? Atë ka ardhur vërteta. Atë ka ardhën e vërteta absolute për Allah subhanahu. Shka ki me kalkuluar me dikën tjetër. Domethënë, që kjo mos ju friksoni dikujt tjetër krahas Allahut, na jashtë Kuranit kë kishmi citu më shumë. Situata lufte, situata krize, situata kërcënimi, a diku e ka përmend Allahu te temat e nënshtrimit. Se ai i cili nënshtrohet në ahkamet e Allahut, në dispozitat e Allahut, më para s'ka kush e tut. Është i qartë, sepse situatat e tjera të frikës kanë edhe pabesimtarët. A më nëna të folë për frikën e cila të nalë nënshtrimin. Frika e cila ty nuk të le mu nështru që shdojt. Edhe rrëdhimisht pastaj duke kalkulu dhe më thonë me dikë tjetër krahas Allahu subhanahu wa taala, sikur se e ka një lidhje kjo. Me ardhen, sot do kam plotsu fejen, sot do kam kompletu mirësinë time, pas kësaj të frikës, sikur se Allahu subhanahu wa taala sikur se na japni domethënie, a disa i kompletuam jetën time me mirësinë e Allahut, çka kimi u friksu dikë tjetër më. Ti shumë i kompletuam, atë kam ullzu. A ka dikush më i kompletuar se ti? Shka kam ju tu tash dikujt tjetër domethënë krahas Allahu subhanahu wa taala, sikur se vjen ani domethënie.
Kush tullzoj tyje? Allahu subhanahu wa taala. A ka mundsi di kanë me shtitin udhë? S'ki mundsi. Mon çu ky Zot, çka të udhëzim çka ta kallon, a nuk po e ndjen se është ndihmë? Që ky Zot çka ta kallon ndihmën mu ullzu, të e bëhet çat ndihmën tjetër shka në mungesë të saj ose në hamendjet e tua që a ka më torë që ndihmë, as ka më torë ti tu tut bi dikujt tjetër. Krahas Allahut subhanahu wa taala. Në një vend tjetër në Kur'an, në surën Al-Maida, çka do të thënë vjen kësaj. Thot Allahu azza wa jalla: "Fala takhshaw an-nas wakhshawni." Mos u tutni për njerëzve, friksohuni prej meje. Pastaj thot: "Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila." Mos I shitni ajetet e mia për kurrë. Pse vjen që kjo fjali mos I shitni ajetet e mia për kurrë? Sepse njerëzit çka mosin shumë me njerëz, muslimanët çka mosin shumë me musliman, nesër ata dhe meselet I ndrojnë. Ai edhe bindjet I ndron, ai edhe përcaktimet I ndron. Ndoshta dikush kur e lexon këtë ajet thot, po kjo ajet ka zbrit para ata dietarët e popujve të mëparshëm që I kanë shit ajetet e Allahut, I kanë ndrruar në Tevrata, në Injil e kështu me radhë. Nuk e kena atë mundësi. Kurkush se ka sot mundësinë me ndrru librin e shenjtë. Ama bot kuptimet e librit të shenjtë në jetën tonë I ndrru. Shumë senit I thon di haram, e sot jetë lyp me gjurmimin më të madh me gjeti kush me ta bëu halal. Që kjo mi shit ajetet e Allahut. Mirë, po pse ka ndodhur kjo shitja e ajeteve të Allahut? Se tu kanë pse I ki shiu shumë e spinin moshie? Pse po I shet ajetet e Allahut? Se ki gjet ajete më të mira? Jo, se je tut pi dikujt. Je duke u friksu pi dikujt e tash duhet mi shit ajetet e Allahut për mujt me bot kënaq, domethënë dikë tjetër krahas Allahut subhanahu wa taala. Pse nënshtrimi? Apo mundi me vërejt, këto ajetet po lidhen te temat e nënshtrimit. Pse nënshtrimi vllazni lidhet domethënë me temën e frikës? Sepse njeriu kur e vrojton madhështinë e Allahut, kjo madhështi ta fut frikën te Allahut. Edhe ti zguxon mos më nënshtru. E sikur Allahu thot, ju nuk më nënshtroheni se ju nuk më tutuni. Ti më po më frikso Allahut që meriton Allahu dhe sa I madh është Allahu, ti nuk menon dy herë. A është qartë, vjen një dispozit, vjen një obligim, vjen një ndalesë, ti nuk menon dy herë. A mëkat I vogël, a është mëkat I madh, a mu I vesh për çka gjuna me në xhenem, ti nuk menon çështu, a disa I madh është ai I cili po urdhon. A disa madhështor ai I cili po na I kumton edhe po na I thotë çto dispozita. Është Allahu që I bie, njohja madhështisë së Allahut. Frika prej Tij është predispozit, bazë është për më koni nënshtrum. Si të mungoj frika pe Allahu subhanahu wa taala, rrjedhimisht domethënë, rrjedhimisht pastaj domethënë ndryshon kursi. Por më u thjeshtu. Për shkak më thon dikush. Unë e di që këto shembuj nuk janë për juve, po megjithatë. Më thon dikush, mjafton agjerimi deri në drek. A e prish? Nuk e prish si ju ki nështru Allahut. Allahu ka thonë dhe im prendim djelit. Ose du kush jetë ti, apo me ditë kush jetë ti që do më thonë dhe në direkt më thu? Ose, me thonë dikush për shumë, mjafton vesh mi lutë Allahut. S'ka nevojë me ronë në ruku edhe në sejshde. A i nështrosh? Ju ki nështru Allahut. Do kush jetë ti me më kalzu mu që mi nështru Allahut. Allah e ka shpallë këtë qështi. Ose me thonë dikush për shumë, mjafton me vizitu qabën. Nuk është pa tjetër me bot tavaf. A i nështrosh? Sigurisht që nuk I nështru, se ju ki nështru Allahut subhanahu wa taala, dhe kush je ti, do të thonë s'është patjetër tavafi, s'është patjetër rukuja, s'është patjetër agjërimi deri në perëndimin e diellit e kështu me radhë. Atëherë, pse në shumë pjesë fetarisë mos më çka po thonë të tjerë. Nuk mos më çybe më nështru plotësisht para Allahut subhanahu wa taala. Ajo I nështru te agjërimi, a nështru edhe te temat e tjera. Ai nështru te çobja, nështru te temat e tjera. Ai nështrua te cilën du shembull merri. Mund të thonë dikush, po këto janë tema të qarta. Përgjithsisht edhe absolutisht feja është koncize, e qartë dhe konkrete. Madje edhe në disa mesele që ka diskutim, ato diskutimi janë për me ardhur te nënshtrimi, jo për me dalë pi nënshtrimit. Domthonë son dush mesele merret që ka dy mendime me konsiderat të dietarëve, ato të dyja janë të çutet nënshtrimi, s'ka mendim dietar që nxjerr pi nënshtrimit. Ama kjo e gërrymja jonë dhe gjurmimi jonë është për me ikë pi nënshtrimit. Na I thomi me alesu vetës, nuk është me alesu, si jetja vështirësu vetës kur largohesh prej nënshtrimit para Allahu subhanahu wa taala, e kjo ndër vëllezër. Zakonisht, domethënë na nuk jemi të tillë, nuk jemi duke I nënshtruar çu çdo të Allahut, sepse jemi duke madhruar dikë tjetër krahas Allahut. Çaq se madhron Allahun, çaq I nënshtrosh Allahut. Me në rregull tjetër, çaq se madhnon, çaq I nënshtrosh. Që dobësohet nënshtrimi I bie që duke madhnu dikë tjetër krahas Allahut. Për shembull, ka njerëz I madhrojnë para arsit. Qalu hasbuna ma wajadna alayhi abaana. Kan thon, bolle kena shej kena gjet na baballarët e ton. Hanë do na çshtyn akon.
Gjithë ne kena pas çket kulturë, gjithë kena pas çket rrem, gjithë kena pas çket hoj, apo? Ky s'do me ndryshu, se ky i mallnon para arsit. Allahu thot: "Awalau kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun." Çka nëse baballarët e tyre as kanë ditë, as nuk kanë kontullzuar. Çka që kanë babat? Çka që kanë gjyshjat? Çka nëse janë kanë para arsit të kujtun shka? Kush janë ata? Dije kur koheç. Udhëzim kur koheç. Çysh ai domethënë ti madhnimi ndaj tyre ti më të bëmu largu pi fesë Allahu subhanahu wa taala. Na nuk po largohemi pi fesë. Po ti po largohesh për një copë të fesë. Ai tjetër për një copë, ai tjetër për një copë. Çysh lihet feja? Ç'to lihet feja? Secili i ka dikon që tu mat me dikan, dikush tu mat me bab, dikush me punë, dikush me shefin, dikush me bizneset. Unë nëse e baj çështu, më largon mushterit. Nëse e baj bash çështu me fe, ç'është do të më largon mushterit. E kush është furnizuesi yt? Ki mësuar herë në meselën akide. Do të thonë na jena çata njerëz, do të thonë që në vazhdimisht na të mallnu dikan, kjo të mallnu para arsin, ajo të mallnu fitimin, ai tjetër të mallnu mushterinë, ai tjetër të mallnu fisin, edhe mas pramti nuk o të mallnu Allahu subhanahu wa taala. Madje Allahu subhanahu wa taala e përmend që këtë problemin e nënshtrimit ndaj paraardhësve e përmend si problem i kahershëm i njerëzimit. Thotë: "Wa kadhalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhir illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala atharihim muqtadun." Sa herë që kena dërguar ai pejgamber me ai katon, ata shka ishin më të luksit, më të mrrim, më elita. Thoshin, na ndryshe be i kena pas paraardhësit e tonë. Edhe na dojmë me vëllai që janë kon ata. Është qartë, që janë kon ata. Shka ndodh sot? Shumë njerëz pretendojnë që janë të qytetëruar, janë liru, nuk janë pengi kulturave, janë arsimu, na nuk jena domthon vazhdimësi e paraardhësve tonë të prapambetur. Amu kur vjen puna e fejes, ta apet kthehen te meselja e paraardhësve. Do thonë, tankone përmenin që këta as shkrim lexim s'kan ditas, as kur kun s'jan kon me dia, as kur kun s'jan kon me arsimim, as kur kun s'jan kon me kulturë. Amo krejt kjo ka të bëj kur folë për temat e tjera. Kur vjen për fejen, do të më kthyemi respektu ata që kanë koma përpara. Mos me menu me bëna një prurje e cila o t'i kthy njerëzit në origjinë, sepse domethënë po ndryshojmë. Ose dikush, ose por mos më thon dikush. Shumica e njerëzve sot problemi më të madh të fetarisë e kanë që e mallnojnë kulturën dominuese, edhe rrethin dominues. Do thonë, shumica e fesë, që e dobët, ose shumica e dobësisë fetare që ka në rrethin tonë, ose në automat me kulturat dominuese në këtë epokë të globalizmit, që prej qoshit botës neve na përcaktohet çka mod, çka rend, çka trend, çka mirë, çka keq, çka shishëm, çka keq, shkon që ja vlen, shkon që ja vlen, apo? Ose kultura dominuese që të dominu botën, ose rrethi. Edhe pastaj na flasmi domethënë pasimi i selefit, pasimi i Kuranit të Sunetit. Ti mundesh me fol për pasim të Kuranit të Sunetit si dogmë. Amo nëse i ka reni edhe një influenceri qoshit botës me të kallzu, ç'është dushmoni mirë ti. Apo? Ti nuk ke shumë karta për me fol për këtë. Ti je sklav. Nëse bëhet një send trend qytet, edhe ti nihesh këtë se ti ke të mbrapa me atë trend. Ti je sklav. Nëse u shboj interesant një formë veshjes ose një formë dukjes ose një formë e dukjes së flokëve, edhe ti nihesh këtë se alas ki ardhe do të mungut më shpejt se që kjo trendi. Ti je sklav. Ti si je i lirë. Ti dush me luftu me fitu lirin njëre. Ti dush shumë me luftu për me fitu lirin, se ti kur ata përcaktojnë atë shmuvesh, kur ata përcaktojnë edhe shkojnë interesant, edhe ndoshta në detajt më të vogla, kur vjen puna për bindje, kur vjen puna me fol për përcaktime, për ideologji, për dogma, ata e kanë bërë gati terrenin. Se ai ka mbjell shumë material për moniti i kompleksuar edhe inferior nesër nëse nuk je njëjtë sikurse rrethi. Se ti nuk e ke forcu karakterin me thonë unë përcaktohen në të vërtetën që cilës i besoj, edhe nëse mes vet. Edhe nëse këtë gjenerata e me thonë kjo është vllajem, kjo është e viteve 70-ta, ka ti çështu. A është 70-tave, a është e viteve tjera, kjo është irelevante për mua. Për mua ka rëndësi unë çka besoj. Për mua ka rëndësi me çka besim, çfarë vlerë kam tek Allahu subhanahu wa taala. Kështu që njerëzit sot në vëllezër janë sklavër të njerëzve, mirë po me një pretendim të ri. Çka ky pretendim i ri? Na kur domi mi nënçmu këta shka janë pak më vjetër se na, thonë këta jetojnë për hallk. Ose filon jeton për hallk. Krejt këta përpara, shka kanë jetu për hallk. Nuk kanë jetu për hallk qatë shumë sa jetojnë sot të rit për hallk. Se këta kanë jetu për hallk, ama i hallk i ty nuk kanë shumë i ngushtë.
që aty me do kushëre, me do të afër. Ashtu që çfarë po thojnë, çfarë s'po thojnë. Këta e kanë pas shumë gusht, gjeneratat e reja e kanë shumë gjan. Domethënë te këta hallk i vën reni dhe maton kufini dikush mi gazu që shkon interesant. Qysh jetohet. Për arsye domethënë sot jeton për hallk edhe dikush i cili domethënë kompleksohet ose nuk jeton i lumtur vetë se nëse i ndjek trendet, modat edhe influencerat edhe aktorët, ku diun krejt këta eksponentët e batilit që janë sot, po edhe domethënë të tjerë të cilët ndoshta këtë pjesën e hallkut e kanë vetëm guxim për me kundërshtu anëtarët e familjes. Kuptimi për shembull, ky guxim shumë vesh te muhabeti kushëreve, mos i del pi kushëreve që tërkush e dirigjon jetën e tij. Tu kisha pas dëshirë të analizoj një fakt. E kam vënë për shembull, shpesh kur bisedojmë, disa herë kur bisedojmë për shembull, njerëz të cilët kanë guxim mi kritiku elitat e umetit. Edhe thotë a friksohen këta, këto temat e mëdha të umetit apo tutën këta që s'morin ndonjë çndrim pak më radikal ose ku diun shka, apo friksohen. Unë mendoj që edhe me pas një përgjigje, unë kam qef me bënë një pyetje, kush ato kritikuni edhe? Është duke kritiku dikush që friksohet për një punësim. Është tu friksu dikush i cili jo vetëm që u punësu, tash mas ju punësu edhe ato gradimet e punës i mat deri në 10 vjet. Është e qartë, domethënë se unë mas 5 vjetëve menohet kështu me marrit rrogën, e është mirë mos më pa çto, se tani nuk më rrisin rrogën, ose mirë mos më pa te filan mësimet e fejes, se pastaj është domethënë ti që mat me punësim, mat me një rritje 12% rrogës, ose tjetri që mat për një martesë. Unë se jam çka shfetare zor, domethënë unë ç'po duam martu, ose ajo mat shumë te puna e hijabit, e ku diun shka me martesë, me karrierë, me punësim, me atë kështu me radhë, ose tjetri për shembull mat me një presion familjar, 2-3 vete shtëpi i thonë pse e ke bërë çka ndryshim, ose pse po rre me çeta fetart, ose pse po sillesh më shumë të çdo mësime, edhe ky domthonja 6 muaj s'u vën veti. Kti vën reni me kritiku ti kana. Po ti shumë je i vogël. Ti ki shumë vite ki me punu me ndresh karakterin tanë, me bo karakter burri. Ndoshta edhe një dekadë me mujt me punu, me bo një karakter solid, fuqishëm të burrit, edhe 10 vjet i shkon sukses. Ku të vën reni me fola më ton për elitet e umetit, kush po tutet dhe kush nuk po tutet. Për arsye ndonëse, domethënë tema e frikës është temë shumë thelbësore në fetari. E sidomos, njerëz që janë eduku me jetu për me i kënaq njerëz. Domethënë prej vegjeli, edukata e prindve u kanë qysh domethënë me e kriju një raport të fitimit të kënaqësive të tjerëve, jo të përmbushjes së vetvetes, jo të lumturimit të vetvetes. E kjo është shumë e rrezikshme. Njerëz që kështu janë rrit, shumë i duhet punë për mu lapi kësaj mbetje të kotë, edhe me ndërtu një realitet të ri. E shënë Imam Tirmidhiu, që Albani thotë që hadithi ose ai për Abdul Wahhab ibn Ward, ai për dikujt për Medinës që thotë, Muawiya radhiyallahu anhu ka shujtën nënës së besimtarëve Aishës, i ka thonë, ma shkruaj një këshill të vogël, një këshill të shkurt, thotë wala tukthiri alayya, mos ma zgat, ama një këshill që mban mua shumë domethënë vlerë dhe ndikim. Edhe Aisha i kthen edhe i thot i jep selam, thotë komni pe amen sallallahu alaihi wasallam, ka thonë men iltamasa rida Allah bi sakhatin nas kafa Allahu mu'natan nas. Kushdo i cili përpiqet me e fitu kënaqësinë e Allahut ani pse i dhënon njerëz. Allahu kam ja kry punë mes tij dhe njerëzve. I renitën punë me njerëz se synim i ki Allahun. Thot wa man iltamasa rida an-nas bi sakhati Allah wa kalahu Allahu ila an-nas wassalamu alaykum. Thot kush këshyr me e fitu kënaqësinë e njerëzve duke i dhuruar Allahun, duke i shkel parimet e Allahut, duke mos nejt kudo Allahu subhanahu wa taala. Allahu kam ja lënë këtij këtë gajlet me njerëz. Kur ky rahat me njerëz nuk është. Thot wassalamu alaykum. Domethënë të mjafton. Kështu që na duhet një domethënie jetike vëllazë. Allahu subhanahu wa taala përmend Kur'an kur e kanë kërcënuar Ibrahimin alayhis salam populli vet. E friksohet, kërcënohe tut tek kështu më radhë dhe i thot mos prompt, ngoni fare argumenti logjik thjesht. Thot po kayfa akhafu ma ashraktum. Wala takhafuna annakum ashraktum billahi ma lam yunzil bihi alaykum sultana. Thot çish unë më tutën pe asaj shka ju keni bërë shirk Allahut e keni deviju. Thot ndërkaq ju i keni bërë shirk Allahut azza wa jall. Ju keni dalë pi udhë. Çish unë më tut, a ju keni dalë pi udhë. Thot fa ayul fariqayn ahqqu bil amn in kuntum ta'lamun. Kush është më meritor më uni sigurt? Unë ajo. Unë që jam nudh ajo që keni dalë. Pastaj Allah azza wa jall thot alladhina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi dhulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Ata që kanë besu
edhe se kanë përly imanin e tyne. Se kanë përly imanin e tyne me zullum, s'kanë bërë shirk, s'kanë dalë pi udhës. Thot atyne ju takon siguria dhe atyne ju takon udhëzimi. Allah azza wa jall prapë lidh me udhëzim. Apo do më nejt në udhë. Dush më koni sigurt, më koni sigurt rrit te Allahu, mos e përzi. Mos shko diku, mos u friksobi diku tjetër, krahas Allahu subhanahu wa taala. Kush është fetari i vërtet? Thot Allah subhanahu: "Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbatin wal malaikatu wa hum la yastakbirun." Thot çka ka në qiell dhe në tokë, çdo krijesë, edhe engjëjt, krejt i bojnë sejdë Allahut, edhe nuk ngren kry. Nuk janë mendje mëdhej. Yakhafuna rabbahum min fawqihim. Sa ta kanë frikë për Zotit që e kanë nalt. O yef'aluna ma yu'marun. Edhe e veprojnë, e bojnë atë çka urdhrohen. Çish po lidhet ajeti? Ajeti po lidhet që si ta kesh frikë Allahun që e nalt, s'mundesh më ka ndryshe, vetë se i nënshtrum. O yef'aluna ma yu'marun. E bojnë çka duhet me bën. Nuk mendojnë dy herë se është ai shka është nalt, edhe ai që i plotfuqishëm, edhe tek i cili kena më kthy, ai po urdhnon. Kështu që është një pyetje ndër vëllezër, dhe me këtë po afrohen ka pak fundit, çka nëse nuk nënshtrohesh? Çka nëse nuk nënshtrohesh, shkaku i frikës. Pi kujt je tu friksu? Mënoje vëcërrin e këtij, prej cilit ti je tu friksu, edhe imagjino sa keq del për Allah subhanahu wa taala. Domethënë, po i friksohesh dikujt që ti edhe ai jeni në sundimin e atij që të ka kërkuar më koni nështrum. Thot Allah subhanahu: "Alaysa Allahu bikafin 'abda?" A nuk i mjafton Allah azza wa jall robit vet? Pyetje. Pyetje, domethënë kjo formë e pyetjes është për të vërtetat absolute. As se kemi nuk çka ta. A nuk i mjafton Allahu robit vet? As mjafton që ki Allahun? Wa yukhawifunaka bil ladhina min dunihi. Edhe ata kanë dëshirë me ta shti frikën me tjerë. Vej mano, dojnë me tut atje ki Allahun. Ose ti ti leju mu tut atje ki Allahun. Nuk thot Allah azza wa jall i mjafton robit Zoti vet. A nuk i mjafton? Ma se kemi nuk çështo. Alaysa Allahu bikafin 'abda? As i mjafton robit që e ka Allahun subhanahu wa taala? Ose nëse tu fiksu bi diçka. Pyetja e parë kujt? E dyta prej çkajt? Prej çkajt po fiksohesh? Thot Allah subhanahu: "Wa yamsaska Allahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu." Meta sjell Allahu një dëm kur s'u ek përveç Allahut. Je tutut që kjo dhe ajo, dome, apo, kush mund të me ek përveç Allahut? Thot, wa in yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli shay'in qadir. Edhe me dashur Allah me të bëj mirë, Allahu mund të me bëj gjithçka. Sikur se i pët më nuk kuptu. Ti friksohesh për dikujt tjetër krahas Allahut dhe frenon të nënshtrimi, se ti s'je të njoft Allahun. Se ti me di që gjithçka në dorë të Allahut. E mira dhe e keqja, domi dhe dobia, gjithçka në dorë të Allahut. Atë çka kemi tu dikujt tjetër krahas Allahut subhanahu wa taala, ose çka mund të më bëj? Çka mund të më bëj? Që, domethënë, kini rrethon që nuk është e favorshme për fetarin tonë. Çka mund të më bëj? Qul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana. Thuaj, nuk mund të më bëj veç se ka shkruajt Allahu. A besomi na kena mësuar kader se veç ka shkruajt Allahu që e bën. E ku në këtë ajet ja u citomi njerëzit që janë në për vatra të zjarta, në për situata tërmetesh, në për vene të parahatume, ama na në rahatin tonë përditshme sikur neve s'na duhet këtë. Jo vetë që kjo është. Do thonë, s'munët as për dynja, as për rrezik, as për fat, as për kur gjë, më bën vetë se çka ka shkruajt Allahu. Vetë se çka ka shkruajt Allahu subhanahu wa taala. Për fund, kisha pas dëshirë që këtë fundit me qitë një gjatë në veti, po du me ju metën si këshilla Ramazanit, dhe jo e ligjatave të jashtë Ramazanit, merrni prej matjeve të fetarisë, kur doni me mat, ku e keni mrri me fe. Do të thonë, na shpesh ngojmë elhamdulillah, na shtohet devotshmëria kështu me radhë, por zvim deri te kjo automatikisht do të thonë e pashmangshme që e kinal feja ndaj ndiku. S'u shkon më mana tona. Cila është kjo matje? Thot Allah azza wa jall: "Wala yakhafuna lawmata la'im." Fol për besimtarët e vërtet, thot ata nuk kanë frikë prej qortimit të askujt. Nëse se ki mbrin fejen qëtu, qortimi i kujdo kovë në dynja mos me të bë kur farë përshtypje. Domthon kush do që të qorton për Allahun, për fenë e tij, për përkushtimin, për nënshtrimin, domthon absolut mos me pas kur farë vlere. Por qëtu fena alo e kemi një shkallë tjetër. Alhamdulillah ki përparu, Allahu ta shto përkushtimin. Allahu ta shtoft në nështrimin, por me ardhë që në nështrimi, që i ka lëvduar Allahu azza wa jalla ata muslimanët më të mirë, wala yakhafuna lawmata la'im, aty nëse ju bën von kush ka thot.
Në thona shpesh kur dojmë me kallëzu se s'mbohet mu vonë, jena të folë për senet e qefeve tona. Jena të folë për karakteret e tona. Jena të folë për dukjet e tona. Se na jena të vegjel se qëtu kina met. Ata të mëdhajt e devotshmëris, o ala yakhafuna lawmat laim, si tutën kërkuj çka thotë e kanë kur ka të bëjë me Allahun, me devotshmërinë, me përkushtimin, me përpjekjen me fitu xhenetin e Allahut subhanahu wa taala, me gatishmërinë e tyre që kanë për fen Allah dhe krejt që këtë e kanë shkaku i dasnisë madhe për Allah. A dini njëri kur e do të dikan? Apo këtë dynjë mu që me folë kundër çati shapit i bedo, mo ti kërkan se nga. Do të thonë, dikush fjala bie për shembull, dashurohet me dikë që nuk ja pranon familja. Kanë një më përpara, këtë që o dashurua familjen, këtë që o dashurua një, po kishe një ditë, 2, 3, një javë. Ama në gjendje kërkan nuk e ngan mo. Pse? Se e do. Për këtë arsye, Ibn Rexhepi kur e ka shpjeguar këtë temë, Ibn Rexhepi është mjeshtër i kësaj teme. E shpjegon kryesisht si temë dashnie, nuk e shpjegon me temat e tjera. Wala yakhafuna lawmat laim, nuk i tutën kërkuj çka të çorton tek Allahu, na e kishmi lidh ndoshta vesh me frikën. Ibn Rexhepi e lidh vesh me dashnin. Çe mor me vesh e lidh me dashnin, se këtë poezit çka i citon poezit e aty në që janë kon të dashuruar. Për shembull, thot waqaf al-hawa bi haythu anta falaysa li mutaakhkharun anhu wala mutaqaddam. Thot më ka pushtu, thot dashnia jote, edhe as një hap më përpara, as mbrapa nuk du me quve se ku qënë dashnia jote. Thot, e gjidul mulamete fi hawake ladhidheten, hubben li dhikrike, felja lumni laumu. Thot, gjithë shka që po shkojnë në përpullshmëri me ty, po mbohet e këndshme. Thot, po letë qërtu e kush doje. Ky poeti e ka shujt për të dashurën e vetë. Thjesht që tu ka ardh dashnia, ti mu qështu e kupton. A do Allah në zogjel? A menon që i dashnia ndaj Allahut ty të përcakton? Kështu që, për fetarin tonë, që e ki për më të dashurin tanë, që e ki për Allah në zogjel, dush me pas tjera matematika, dush me pas tjera regula, dush me pasën tjera parime. Krasuje, është një për poetëve arab, zakonisht kur citohet kjo poezie ti, citohet që i drejtohet Allahu, se djetarë kanë thonë që shtu veç për Allahun folët. Me pa e realisht ka folë për qëtërkan. Realisht ka folë për qëtërkan jo për Allahun. Po unë po e citoj poezin, menon e ku shkon dashnia edhe menon e ku du të më konë. Felejteke tahlu wal hayatu marira. Thot më konë thjesht veç me ty t'jam i lumtur edhe këtë jetën e tjetë e hidhur. Walejteke tarda wal anamu ghidabu. Nëse ti i knasht me mu, këtë krijesat një tjenë t'hidhnume. Aso qështu, këtë një tjenë t'hidhnume neve, një tjetë Allah i knasht me neve. Walejte alladhi bejni wa bejneke amirun, wa bejni wa bejne l'alamin kharabu. Thot le tjetë gjithë shka mes me dhe krijesave prisht, veç mes me dhe teje le tjetë e ndreqt. Një të prishet me krejt, mos të prishna me Allahun. Thot, idha niltu minke l'wud, fel kullu hejin. Thot, nëse e mbri dashnien tonë, gjithë shka pas taj është e letë. Wa kullu ledhi fauqat turab, shka ka për mi dhe është dhe. Do thonë, qati shejt ju tutë, ose hatri që ati shka jetë të e boni diçka, ose jetë të e loni diçka, amo që nuk është në razinë Allahut. Kush është ai? Një ditë në dhe. Ose një qef i kësaj dynjohe, një ditë në dhe. Ose një pasunie kësaj dynjohe, një ditë në dhe. Thot, wa kullu ledhi fauqat turab, shka ka për mi dhe o dhe? Imagjina do më ditën e gjykimit, me morë verse, e ki hub xhenetin Allahut për dhe. E ki hub një shkallë fetaris për dhe. E ki hub një ngritje të madhe fetare për dhe e ki hub, dhe janë kone. Kërës ju e kom përmenë shpesh edhe me këtë, po du me afru për mbylljen, Shekh Yahya, Allah e rujt, thuj ke përmenë kuptu kush është realiteti i njerëzve, a du të më morë me lafët e njerëzve, a du të me qu fjallët e njerëzve të para, të masa, me të shqetsua, me të gëzu, thot veç menoje vetën varë, menoje vetën i varrosun, edhe menoje që njerëz kanë arë për mi varrin tënd edhe po flasin. Dikush po të livdan, dikush po të shan. Thot nëse ti e duke u denuar në varr, edhe vinë njerëz për mi varrin tënd të lavdojnë, thojnë burr më të mirë s'ka pas. A të ban dobi kjo me ta nol dënimin në varr? Thot ose menoje të kundërtën, nëse ti e duke u begatuar me begatit më të mëdha në varr, edhe duke u kënaqur me kënaqësitë që Allah i ka përgatitur për njerëz të devotshëm në varr, edhe vinë njerëz të shajnë për mi varr. Ata nalë kjo në knatësi, thot që ta janë njerës, shapi ba matë mëlaj. Që kjo është, dhe më foli, nuk foli, që ta janë. Dhe më thonën, shka flasi njerës, do është dhe më thonën, krejt dhe më thonën e paransishme, që që
qysh e menon me idhnu Allah në zogjel për njerës, ose qysh nguron me ju përgjigj Allahut për njerës, ke veç i vetë që e ki dashnin e dopt. Që kjo lidhet me imanin, lidhet me dashnin, lidhet me nënshtrimin e kështu me radhë. Kështu që merrni një rregull tjetës, e kam shpjeguar në ders dikun tjetër, kullu khaifin muhib wa kullu muhibbin khaif. Kanë thonë arabt, secili që është tu friksu, është edhe i dashurum. Edhe çdo njeri i cili është i dashurum është i friksuar. Se kur e do shumë tutësh pe hub, tutësh pe idhnon. Do të thonë veç tu ka dobësu dashnia, ndaj tu ka dobësu friga. Çtohet friga, çtohet dashnia, këto janë të lidhta. Friga dhe dashnia janë domethënë të lidhur. Ndaj Ibrahim ibn Sufjani ka thonë idha sakana al-khawfu al-quluba ahraqa mawadi' ash-shahawati minha wa tarada ad-dunya anha. Si ta pushtoje friga zemrën e muslimanit, i djeg thot portat e epsheve. I djeg portat e epsheve edhe për dunjon. Se tashmë tu dominu një çetër vlerë, sikur se ka thënë Ebu Sulejman ad-Darani, ma faraqa al-khawfu qalban illa kharib. Si dale friga pi zemrës, ajo zemër prishet. Lutë Allahu azza wa jalla me ndrej zemrën, me shtu dashnin për Allahun, edhe frikën prej tij, edhe nënshtrimin ndaj tij. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad.